Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri ditën e gjykimit. Dietarët thonë se janë 4 gjëra të cilat ndihmojnë dhe mundsojnë që njeriu të ketë vdekje të mirë. Sepse edhe vdekja e mirë, edhe kjo është një shenjë se me të vërtet ai personi duhet kishte qenë I mirë. Ka përjashtime kuptohen, por në përgjithësi ashtu është. Në një, domethënë gjërat të cilat ndihmojnë që njeriu të ketë përfundim të mirë, në një është al-ibtiadu anil maasi. Të largohena prej gjunaheve. Largimi prej gjunaheve, sidomos prej gjunaheve të mëdhaja, po ashtu edhe prej të voglave, dhe të mundohena asesi që t'i arsjetojmë ato, mos I arsjetojmë. Pra largimi prej gjunaheve bën që të kesh përfundim të mirë. Po dikush mund thotë po shka ka lidhje, ka shumë lidhje. Përcjellet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot men mata ala shay'in ba'athahu Allahu alayhi. Ai që vdes, apo si do të vdes, ashtu do të ringjallet për Allah. Para mendoni të ringjallesh për Allah xhaleshanu më ndeni haram, a ka më keq? Do të japësh llogari për Allah xhaleshanu për punët që I ke bë, edhe nishanet I ke shumë këshia, dalësh për Allah xhaleshanu me ato gabime që I ke bë, nuk ka më keq. Cilat gjoja e në ata të cilët ndihmojnë që mokina përfundim të keq ne, të dalën për Allah xhaleshanu me teube, me pendim, me vepra të mira, ato gjëra janë që ne të jemi të kujdesshëm ndaj obligimeve që Allah xhaleshanu ne I ka bërë. Tregohet se një person në momentet e vdekjes, normal, ju e dini, synet është të thush, jo t'i thush thuj, po vetë t'i thush t'ulesh atë afër atij që personit që është e hek, nga gare që është, t'i thush, la ilaha illallah, t'i t'hek është shahadet vetë. E asasit, jo t'i thush atij. Edhe këto jenë ullë edhe hek është shahadet, ai nuk e ndalen fjalën për 10-11. Për 10-11. Kisha ka konë kamatash. Dhe më thonë, njerëzive o mësu për e thote për 10-11 mi këthish. Dhe ta për shemën 1.000 euro, duplo e kje. Për shdo 10, dhe më thënë 11. Edhe normal, Allahu xhaleshanuhu ashtu me qka o marë, me atja ka marë edhe shpirti. Se ka një transmitim tjetër, edhe pse është e pak e s'ma I dobet, se ki që e përmendat, këtë që e përmendat më natët, ai si do të vdesësh ashtu do të rinjallësh, kjo hadith sahih, I vërtet. Dhe më thënë, muslimi e transmeton. Prej Ibn Abbasit transmetohet se një transmetim thot, ashtu si do të jetoni, ashtu do të vdisni. Përputhet me këtë hadithin, që është sahih, I vërtet. Ashtu si do të jetoni, ashtu do të vdisni. Ashtu si do të vdisni, ashtu do të ringjalleni. Pra shqipni, përputhet me hadithin. Prandaj,
ne duhet patur kujdes. Mo mirë dhe me gjëhet që janë haram. Se harami është e shumë i randë. Në momentet më të vështira, shejtani vjen edhe t'i kujton krejt a gjërat që i ke me marrë. Edhe normal me thonë, ju mendoj se çdo njëri prej neve ka atë një rast praktik që i ka ndodhur dikujt për shembull, e ne e dim se ç'është. Lidhur me këtë, ka pas në Bagdad një person e kanë quajtur Ibrahim Adham. Ki ka qenë evlia. Ama njerëzit kanë menduar se kjo është i ngrohtë. Do të thënë imam është. Një ditë për ditëve, ki qëllimisht e ka po, shkon në hamamin publik, i dini hamamat Osmanit turk si e ka, edhe publik ka qenë ajo, edhe do të hije, edhe ka pas nevojë dhe më thonë pastor. Ai rojtari ati nuk e le, thot paguaj pas të hinë, ku ke pa pages? Edhe kja të thot, para me ndoni në hamam të hinsh, ma thjesht, po duhet pages, duhet diçka të ofrosh. Pa atër ne, si mund shpresojmë të him xhenet pa kur një kundër vlerë? Pa kur një se va? Nuk mundet, pra e pa mund që më është. Pra ndaj, do më thënë, ne duhet përpiqena që të punën, të katim punën. Pra kjo ishte e para, metoda e parë se si ne të kemi përfundim të mirë në momentet e vdekjes, pra që ka el-ibtiadu anil haram, të largohena prej haram. Nëndi el-muhafadhatu ala al-wajibat, të mundohena të ruajmë dhe të jemi të kujdesshëm në zbatimin e obligimeve. Gjëra që t'i ka bën obligim Allahu xhaleshanuhu, ato do më thënë duhet t'i zbatojsh. Për shembull, shpenzimi për gruan, edukimi i fëmijëve, respekti ndaj prindërve, agjerimi, namazi, edhe kështu me radhë. Thot një hoqe tregon, kum pas rastot që një gjenaze e prunë të xhamia për t'ia falë namazin. E shof njanin, thot, qanë, aman jënë normal. Edhe imami afrohet të ngushtloj, se gjuna tepër ka qanë. Edhe kur afrohet, thot, gjike pas këte, thot e kum pas menç, po pse qkash ke dalë për kontrole, thot, unë nuk qaj se ka vdek, se vdek jo hakë, po qaj se asë njëherë në xhami s'ka heki. Ne e kina pronë xhamekit. Ka dikush, kur ne e nuk himë xhame. Kur tjerët e bëjnë xhame. E kisi e ka përfundimin. Dhe më thënë normal, përfundimi i këti, më thënë është jo i dëshirueshëm. Kjo do më thënë është e nëndi. Pra të jemi të kujdesshëm që t'i zbatojmë obligimet e Allahu xhaleshanu që i kina dhe Allahu xhaleshanu. Kur i zbatojmë, këto bëjnë që ne të kina një përfundim të mirë në momentet e vdekjes. Nëntre, el-mudawamatu ala al-mustahabbat. Të mundohena që punojmë për gjërat që janë mustahab, të pëlqyeshme. Do më thonë, është sunet e pejgamberit, është gjë e pëlqyeshme ta bësh. Të mundohena sa më tepër kapital për këtine mustahabeve apo suneteve të kina. Nuk thush, kjo sunet nuk o obligimet, po e la. Të spojt për shembull janë sunet i la. Ose të njëse tjetër për shembull e la. Jo. Mundohu t'i zbatojsh
edhe të kish kapital të mustahabeve, të suneteve, se këto bëjnë që të kish përfundim të mirë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sanai'ul ma'rufi taqi masari'a as-su'i. Hadith është. Veprat e mira që janë të përgjithshme bëjnë që ti të kesh përfundim të mirë. Sa më shumë. Për shembull, mundohet të jesh edhe për atyre që të falësh natën. Dhe njerë që unë natën, që unë e vitin tim e fajsoj. Dhe njerë, për shembull, njeri ju di kur hinë moshën e duhet qohët, edhe mule më njerë të bije. Bërë shrizohet që atë rast, merë atës. Ose hajës të se zma, atër bëndë të një dhikër, jo më njerë të bije. Në më thëmë mundohë. Mundohë të jesh për atyre që të shpeshtojsh lexim me Kuranit, për atyre që falin për fazët, nuk bëjmë abet, falin për mustahabet, për sunetet. Mundohë për atyre të jesh, sepse këto bëjnë që të kesh përfundim të mirë. Ju e dini, keni dëgju për Hazreti Osmanin, rebelat e kanë bëjtë Hazreti Osmanin. Edhe, kur vjen momenti, a di që e kanë bëjtë Hazreti Osmanin, e kanë vra, a di o konë ma gjerim të konë. Edhe, të fjetë, ashtu të më thonë, asë në gjumë, asë i më gjumë, e shef andër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot, o Osman, sa ballakin dhe ki është e ne e daha bashkë daha. Edhe normal ato vëjnë edhe e mbytin. Pra, pse jo mundësu një gjë e tillë? Sepse ka bërë vepra të cilët janë mustahabe, sunete. Pra, gjëra që nuk i ke obligim, ato bëjmë të më thënë që të kesh përfundim të mirë. E njëjta edhe me Hazreti Omerin. Hazreti Omeri shpesh e kanë dëgjuar njerëz të thonë, o Zot, mundsoma që të vdes në Medinë e në të vdes shahid. Ato i thonë, Omer, që folish kundër të, do të jenë, nuk përputha. Frontet që janë kalindja atje, nuk janë Medinë. Thot, Allahu Zëleshanu më dish, e ba. Po kur e bënë Allahu Zëleshanu? Kur je i dalu me mustahabe, me sunete. Edhe, normal ju e dini, kur mbran momenti i fundit, të më thonë që të vdese, e dini, të më thonë dikush në Medinë, të u falë namaz, e në pimbas janë gunë Afrika. Vdesas, në në shahid. Pra, nëse je për atyre që mundohë, është t'i zbaktush të gjera, Allahu Zëleshanu do t'jape përfundim të mirë. Allahu Zëleshanu në mundësof të jemi për të lidhve, ela in ahsan kalamu ablagh ridhan kalamu Allahi al-Malik al-Aziz al-Malik.